Njëra nga kërkesat tona sot ishte para kuvendit për post përgjegjësisë nga ata që kanë financu dhe ata që kanë përkrah këtë ekspozit. Njëra nga kërkesat tona ka qenë edhe që çdo botim në lidhje me luftën tonë për çlirim të kalojë nëpër filtra siç është Instituti i Historisë apo Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Prandaj, pa kaluar nëpër këta filtra, çdo botim i cili del sipas vullnetit të një autori të caktuar, kur dihet sot që në Kosovë secili mund të thotë çka të dojë dhe në mungesë të një ligji për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, gjithkush që është i disponueshëm dhe që ka qëllim për baltjen e luftës tonë të drejtë për çlirim, e ka të lejuar dhe thotë çfarë të dojë, do thotë kjo është mungesë e ligjit i cili do të mbronte vlerat e luftës tonë, e cila është njëra nga vlerat më sublime dhe njëri ndër projektet më të mëdha të kombit tonë pas shpalljes pavarësisë së Shqipërisë. Prandaj këto botime pa kaluar nëpër këta filtra, siç është Instituti i Historisë ose Akademia jonë e Shkencave, të cilat duhet të jenë në nivel të detyrës dhe mos lejojnë përbaltjen e luftës tonë, aq më tepër të viktimave civile, siç po e thoni ju, është bërë një masakrim i masakrave. Sepse të paraqiten njerëzit e masakruar civil si njerëz që kanë ofruar rezistencë, kanë qenë të armatosur, kjo është narrative e Serbisë. Aq më tepër thuhet se njerëzit e burgosur, të cilët kanë qenë në mbrojtje në atë kuptimin në përgjegjësi të shtetit, i ka marrë, i ka kidnapu dhe i ka marrë mbrana dhe thuhet se kanë qenë të armatosur pas shëtitjeve të disa burgjeve nëpër Serbi dhe Jugosllavi të atëhershme, është më tepër se turp dhe ne prap do të kërkojmë që çdo herë njerëzit edhe institucionet tona të kenë kujdes ndaj njerëzve, siç është për shembull rasti i autorit tyre i cili në një moment dhe shumë herë përbalt figurat më eminente të luftës, po ashtu lavdron Dik Martin, i cili në fakt në bazë të raportit të tij që ka dalë i rrem se Gjoja Ushtria Shërimtare e Kosovës ka bërë trafikim organesh, pas shumë hetimeve ka dalë se kjo është gënjeshtër dhe e pavërtet. Dhe në bazë të atij raporti ne sot kemi pasojat e krimit të një gjykate e cila po merret me gjoja krimet e ushtrisë shërimtare të Kosovës, e cila në asnjë rrethon nuk është vërtetuar si e vërtet dhe e cila prokurori, siç po e shohim, është shërby nga dokumente dhe shënime nga prokuroria serbe dhe nga organet e dhunës serbe. Po ashtu, para pak ditësh lexova një prokuror serb i cili lavdrohet me punën e tij, ku thotë se ne arritëm që me punën tonë të krijojmë një gjykatë e cila veç i ka arrestuar krerët e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe jemi në prag të fitores së madhe dhe të dënimit të tyre, dhe kjo për neve është e papranueshme që institucionet tona mos reagojnë këtë drejtim. Zoti Shabani, kjo që ka ndodhur natyrisht është përgjegjësi e shtetit që të bëj mekanizmat e vet dhe që mos të lejoj që një gjë e tillë të ndodhë. Patëm pas shumë debateve që u ngritën nga fillimi i kësaj ekspozite, edhe një kërkim falje nga ana e organizatorëve. A mjafton kjo edhe thjesht ku është tash përgjegjësia e shtetit? Po parafolësit e përshkruan se më të vërtet nuk mjafton një kërkim falje, për arsye se nuk është gabim teknik. Në diçka që shihet nga qielli. Gjithë e kanë ditë që në burgun e Dubrovës, po vjen keq që po përmend veç këtë masakrë, se si është kum kuptu ka dhe masakra të tjerë që nuk i ka përshkruar drejt. Të gjithë, domethënë, që janë afër
700 të mbijetuar të burgut Dubrovës, që jenë dëshmitar gjallë për përjetime që i kanë përjetu. Prandaj, ka përgjithësi institucionale, po i bashkangjitë edhe profës që tha, më të vërtet, ndoshta ky është një alarm që tarmen mos ndodhin në raste të tilla në asnjë sferë ku ka për qëllim devijimin e luftës çlirimtare të Kosovës. Kjo është e dim gjithë, që epoka më e lavdishme e popullit shqiptar është epoka e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Prandaj, autori i tillë, që me qindra herë ju ka dhënë hapësirë në mediume, me përbalt aktivitetet të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kur e din ata që kanë qenë pjesë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e din çfarë lufte kena bë, sa kena qenë të organizuar, kush na ka mbështet, kushte që kena punu, kurse dikush që nuk kanë përjetues i afërt as i luftës, as i masakrës, me t'i përshkrue masakrat, më të vërtet, kjo është shqetësuese. Unë ndëgjova në bazë asaj që tash kuvendi i Kosovës apo kryqësia ka mendu që tarmen do të mendoj formen kur tepen subvencione tilla për ekspozita tilla, formohen komisione të ekspertëve të brendshëm e të jashtëm e sen, mirë po ka ndodhë, na o mirë që i kësaj të thujmë stop një herë përgjithmonë, mirë po përgjithësi ka, se nuk është rasti, se kënë vazhdimësi autori e ka keq përdor mediumet, duke shkruar dhe libra tilla, të cilat jenë përkthyer edhe në gjuhë angleze, jenë shpërndarë në për institucione kredibile ndërkombëtare, me dhënat pasakta, edhe pse atë libër nuk e kum lexu, po në bazë saj që është një diçka. Na e dim që kur shkruhet një libër, gjithmonë shkruhen e burimet ka bazuar në atë libër. Nëse si e vetë përjetuesja saj pasot, i ka burimet ka, që me i konfirmu që ato burime jenë sakta. Po ky si duket, ka qenë interesu me marrë mjet atje, pej kuvendit Kosovës, prandaj unë shumë herë, edhe çdo herë e kom thonë pej, si kena dëgju për këtë ekspozit, që këtu turpi është edhe institucional edhe i organizatorëve. Zoti Sefaj, në krejt periudhën prej pas përfundimit të luftës, janë bërë disa përpjekje që të bëhet një farë lloj dokumentimi i krejt asaj çka ka ndodhur në luftë. Por asnjëherë nuk ka pasur si duket diçka që është trajtuar seriozisht, edhe që më në fund të kemi dokumente relevante në bazë cilave edhe mund të bazohet kushdo për ta njoft gjithat që ka ndodhur në kohën e luftës. Ka pas edhe në kohën e Unmikut një përpjekje, ka pas një institut themeluar me vendim nga zoti Thaçi, ka pas shuarjet të tij, më pas erdhi edhe vetvendosi në pushtet edhe e rithemeloi institutin për krimet luftës. Ku janë rezultatet dhe këtu po duket ka një konglomerat ku janë të përfshine krejt partitë politike, po përgjegjësinë për këtë? Fatkeqësisht këto institute prej pas luftës kur janë kriju. Janë kriju institute për me rehabilitu njerëz. Kur instituti për krime lufte shndrohet në qendër sociale për ti më punonjësu njerëz, e jo për mi dokumentu krimet, vim deri të një rrethon e tillë. Mirë po fatkeqësisht, kjo nuk është dashur tjetë adresa e vetme e dokumentimit, për arsye se ka mjaft burime, në të cilat janë të dokumentuara parcialisht në komuna, apo për masakrat caktuara, apo në KLDM, apo në Fondin për të drejtën ndërkombëtare humanitare, dhe janë në disa shoqata dhe mekanizmat e tjerë. Mirë po ka pas edhe botime. Mirë po nuk kem pas një libër apo një dokument përbledhës në cilin do të dokumentoheshin të gjitha. Fatkeqësisht, ne na kanë dështuar mekanizmat institucional, na ka dështuar Akademia Shkencave, na ka dështuar Instituti Historisë, na ka dështuar Fakulteti Katedra Historisë në Fakultetin Filozofik, në Institutin Albanologjik, në Ministrinë e punës dhe mirëqenies sociale, sepse aty e kemi pas departamentin për familjet të dëshmorëve dhe viktimave civile
të invalidëve të luftës, invalidëve civil krejt, kanë qenë disa burimet dhënau, cilat kanë mund të mbledhen dhe të bëhet një dokument përmbajtësor i cili do t'i kishte të gjitha të dhanat, pastaj a do të mund të kishte qasjen shkencoret të duhur, apo do të mund të trajtohet nga një nivel tjetër, pastaj që ta ketë formatin e dokumentit të pranueshëm. Mirë po flas për dhënat ku është kryer masakra, sa janë vra, aktorët e përfshirë, dihen për shumicën e masakrave në Kosovë. Mirë po një vend ku Akademia e Shkencave nuk këmbrin me bë asgjë për 25 vjet për luftën dhe për krimet në shtetin e saj që i ka kryer shteti i Serbisë, atëherë lind veç një pyetje logjike. Për çka ekziston ai institucion? Pse ne themi kemi Akademi të Shkencave? Sepse sikur të kishim dështu të gjithë, ai institucion nuk do duhej të dështonte dhe Instituti i Historisë është marrë, s'po them që të mos studioj periudhat e tjera të historisë, mirë po të mos e studioj dhe të mos nxjerr një dokument përmbledhës mbi luftën që ka ndodhur dhe ngjarjet që kanë qenë të freskëta dhe dëshmitarët veç të njëna ndodhur. Mirë po tek gabimet që ka ndodhur, unë po e them prap, gabimet janë të qëllimshme, sikur t'i vizitonte lapidaret në 83 masakrat që ju ka referu, ose sa masakra ju ka referu, në 83 masakrat, sot po e them publikisht, në rast se ju kishë referu masakrave, lapidarëve të masakrat nuk do të ishin të huqe. Dhe nëse është e kundërta, unë nuk flas publikisht më. Jo vetëm për këtë temë, po asnjë temë, po them këtu, aty ka pas keqdashje. Aty ka pas keqdashje e ato e bazoj në krejt narracionin e tij, në krejt paraqitjen e tij, në krejt urrejtjen e tij, për arsye se më shumë i ka sulmuar krerët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës se sa kriminalët serbë që i kanë vrarë 13.000 shqiptarë në Kosovë. Ti mund të kesh mos pëlqim individualisht për secilin prej nesh. Mirë po ta krahasosh apo ta damkosësh maran se armikun, apo të thush që njerëzit që kanë qenë mos u alejo çlirimin, kanë qenë pjesë e procesit që është shliru Kosova e leximit të deklaratës së pavarësisë, hiç mos i thuj shpallje e rrugtimit deri çfarë ditë i kanë bëu Kosovës më shumë dëm se sa Miloševiqi në vitet e 90-ta dhe pastaj t'ja besosh ta shkruaj librin për këtë punë, t'ja financosh librin dhe t'ja financosh ekspozitën dhe në fund të del zënjusha qitaku dhe të thot nuk kam ditë. Unë besoj që asnjë bari delesh që e ka pa Shkelzengashin në televizion nuk do t'ja besonte një dokument të tillë dhe nuk do t'ja financonte një shfaqje turpi, sepse ajo nuk është ekspozit, o shfaqje turpi që i ka vrarë edhe një herë të vrarët në masakrat e Kosovës.